Qani flisht. Ja, këtu i në studio. Shtë mjetë në roli shumë Jemi shumë mirë. Tash du me folë për neve dy si personazhe bashkë me regjisorin Arjanitin që u arrit një ku po du me dalë. Flamuri si personazh pozitiv që ju këmë dhejnë publikët e kam ri Farisi me me mdash publiku ala ma shumë se kjo kom fort negativ. Edhe fort ju rrym, kështu që me një anë, dhe me thonë, më ka fuqizu mu prej anej edhe pse s'kemi pas skena kur bashkë. Edhe unë besom që në filmat, në serialet tona s'kom pas një herë, antagonist fuqizume dhe shtylla tjetër e fuqizume prej antagonistit anej. Kështu që veç më vjen keq që s'na ka ra për pas një skene me lujt bashkë. Edhe ata... E për men e Liri, na jemi shok shumë të mirë, jemi në këtë profesion, Lobi ka karierë shumë ma shumë se onë, në ku mardë ma vonë profesion, po i kemi përmi një dekatë shoqni, kjo është projekti jo një parë, në cilin skenën e parë unë e desë. Kështu që fatkeqësi është, po ka qenë nderë, ka qenë knasi me punu me Lobin, me krejt juve, po sidomos me Lobin. Nëse shosi. Për herë parë po takuna. Respekt. Respekt për juve. Do më hanë një farë forme, komplet tema seriale që të bazune midis juve dëve. Që ashtu është? E ju halasë një taku presën se ka. Vetë si para unash. Nuk besojnë, nuk besojnë. Se shpesh edhe të pysin në rrugë, qysh është një me kështu, po që mi thonë më qëne, se ku po, alo, po. Edhe po, edhe ma e keqë është asë në gjirimi nuk i një taku. Njëherë. A njëherë? Njëherë të familja kër i vrojti, kër i bo një vogën. Sytë tu që ti një. Aty i mi taku, po e ka qenë qa shpejt të dash mu gjiru, qa shpejt të dash me vepru, që s'kemi pas kohas me najt me bacën shaq. Dhe që mi përshëndet, edhe kemi fillu në gjirimin punë. Njëtë ka ndodhë edhe për këta. Për atë arsye, s'kemi pas kohë. Zakonisht na këna gjiru në ditë ndryshëm, se të masë sezonin e parë, kërë gjreshin Subotica, o konë një ditë tjetër. Shpia një ditë tjetër. E unë e shpia marrë vesh njerë kërë e konë të i vogël. Pe aty vesyve aty. Vdekja vjen pe aty vesyve tjetër. Që kjo s'di që ka bu? Kë... Më ka vrau familjen. Une? Qartu vete ka shkru. Edhe, pi thëm, Arjanit, mos më shkruj shumë, tash plus me diabet, plus jëm plaks, po mojnë men. Sa ma pak me më shkru. A, pet po më shkru në Suxhuka, rama. Unë ja kom vrau. Kjo është në njerë, më që. Atë që këna me furësën. Këne e kam Haxhin, këne e kam Albanin, Lakin edhe Haxhin. Haxhin edhe Lakin. Përshëndetje. Që ti je momentalisht në dy komedia. Po. Edhe na e këna bu një dramë bashk, po e nuk është shfaq. Po. Edhe se e dy në monë drama nuk i lujtë. Jo, prej atër jo. Prej atë e asu së më lujtë. Lakin, dhe jem su zakonisht se di e këm përjetu edhe në vetë për shumë me latën. Ndryshë është kur të citojnë njerëz fjallët që janë kryesisht fore, që janë kryesisht serialit. Për shembull, të tash po më ndodh me më bo pyetje njerëz. Sezon të para pështën Flamuri, tash a kemi pështu ti... Po, për vazhdimësin, për kontinuitet. Po, qa është dallimi mes komedisë edhe dramës? Se po besoj 3 epizoda e kanë, nuk është që edhe pak? Po, nuk jam pak. Ke mujtë me vrejt pak një farë lej. Po, ndryshimi është fillon prej qasjes, prej skenarit, prej mënyrës që zgjerohet, edhe për mënyrës që e menon me interpretu rolin për shkak se drama e ka përgjegjësinë më të madhe për shkak që do të me rujt vijën e storjes. Me mundu me jep ngjyrim personazhit, ashtu që ka menu skenaristin këtë rasti. Përgjësia është më e madhe në dramë dhe të bën munim më shumë që je të e bo profesionin tanë. Edhe komedia e ka ato, po mirë po komedit që i prodhojmë na sitcome janë
ma të lehta, ma të thjeshta për realizim, edhe kjo mandej krijohet një farë rutine dhe mas një kohë bëhet e lehtë për neve me realizu. Kurse drama nuk e ka ato, çdo epizod, çdo skenë e ka atë peshën e vet që na nuk guxojnë me ja hub në asnjë moment. Kështu që për mu ke kënaqësi me provu veten edhe në dramas që e the edhe vetë mas një kohë, edhe e kum pranu me kënaqësi, edhe më ka pëlqyer edhe roli që e ke shkrujt. Mësoj emociona, kur gjësë është, hej, sa se, më ojo ti më është me votën e tjera. Edhe kum kalu shumë mirë me ekipën, më kam prisë shumë mirë aktorët, dhe ekipa dhe krejt tjertë, kështu që jem me kënaqësi, me thonë që jem një shumë mirë dhe ju falenderoj që keni menuar dhe më keni thirrë. Je përmen halat të në kuën deri në fund. Po. Nuk të kena harru. A të më konë sezon 3. Ja të varët, ka tjerë flapsit. Këtë sezon e këna bo pak një ndryshim. Unë me të thot drejtën s'kum pas qef me hek prej serialit e Lirin, këtë shpetarin. Edhe e kum menu një variant tjetër se qysh mundet me vazhdu prap me konë në serial. Edhe kena orën në qëtë përfundim, më këthy petarin në veri. A menoj që roli edhe pse është negativ ka kriju pëlqyeshmëri të publiku. Menoj që Ardiani i ka ndihmu serialit, është gjithmonë ndjenje e mirë kur sigur aktorët ta vlerësojnë punën, po shpresoj që kërkush nuk e ka marrë Ardianin sikur model në jetë. Me thonë, kë ka i mirë që shtu do të. Për ndryshe, po, më pëlqen me ma vlerësu punën, menoj që i ka shërby shumë mirë serialit, e ka fuqizu. Po ca shoq, e ki armikun. Kryesor, njerë që t'ka falë të retu. Qa kështë mujtë më nga thonë diçka për petarin, për babën në serial? Fillimisht ju përshëndes gjithve dhe ndihemi privilegjuar që luajnë këtë serial me një cast profesionale, me një teknik po ashtu profesionale. Ka lavdata ky serial gjithandej. Në roli i babës, edhe në fillim kur jemi taku, ma kes qarun pika të shkurta, kështu që kam pranu me kënaqësi. Më shkon ky rol sepse aty e gjej veten. Aktori çdo herë mundohet me gjetë veten në çdo rol, po në realitet unë këtu e gjej veten, sepse e kam kalu sfida. Kërë këmë këshyrë sezonin e parë, ja pa ta mori natë, që se këmë pas idenë që këmë me konë sezon 2, edhe të dash me arrestu. Pse ma more mu i natë që atë bona? Si personazh. A pëshre, kujtja ki i natit së provon zoti, ra shumë u desh me vra rolin tonë. Katastrofë, men dramatik. Jo, onër e këmë pas dhe në fund me arrestu. Po kësoj që më kanë shohë dhe personazhi do shkon këgjaj dashtën të publiku. Faleminderit shumë për mundësinë Arjanitit edhe të Lirit. Inshallah dhe në projekte tjera se që këmo e pat. Veç nëse bën rahmet Arjaniti me lapsë më qonë spital me më pështu. Ju keni folin në atë pjesën e parë, për atë pjesën në lëmë dhe më thonë. Shka po që e thonë veç pak me folë shumë shkërt. Aja u konë prej momente dhe ma të ngushtueshme për mu. Unë e kumë po komplet dhe më në skenën, e ka jeron në lëmë. Edhe u konë dikun 1 gradë, nuk u konë ma shumë. U konë 8 me në gjezë në ashta. Dhe më në thjesht nuk më besoj ke që jam të po me sy. Andë në thesha granë se jam ondër edhe më qënë dikush prej gjumit. Po, kësha pas qef edhe tash më të falenderu për qëfar energjie dhe më për asë një moment nuk je bo asë nervëzë. Në ashta ty je bo nervëzë, po të paktën neve nuk na ke dhonë qatë energjie dhe mas gjysori dikun i kena vazhdu gjirimet që po thëmë në ashta unë e vetë në serial temi në ashta nuk i kësha vazhdu gjirimet me ra në uj, plus fire uje në lëmë, me një lëmë që nuk është shumë i pastër, ftëft 1 gradë, 2 gradë nuk u konë ma shumë. Po veç ajo Arjanit me marrë tash me këthy në reminiscenca e ka qenë pjesa më e mirë se 2 poteza e vrojt miqën që mu ka dhim shumë dhe vetonin, Osmanin. Mas asaj kemi gjiru të vima. Po, dhe më nga gjiru dikon edhe një 2 matur. Po, mas kur jemi ronë, kur jem ronë lumë,
Edhe, tani s'kenat ma të bukra e në kona ato, aty dhe gruja më kritikon shpesh, thot bre, ku katili që je, kër e vronat miqen që se livrit synin. Miqa mu ka dhim shpirt, e falenderojnë miqen. Miqa është i papam. Prej momentit kur unë e këmë vendos një komandant aty në Sobotic, dhe mon emni i parë dhe figura e parë që më ka kujtu kon i liri, po që shë thë dhe ti ma heret, na nuk është që këna posë shumë raport. E vërtet. Na konë bune një era dyte që ako shpia, që të imi njëvë, kemë bo laf, po nuk është që kemi najtë gjatë, edhe nuk disha që shme thirë. Edhe për të thonë Gencit, me të ku isha me Gencin bashkë të FC Lata dhe i për të thonë. Edhe a i bili më bindi se thësha, se di jam vjen, lo, apëtën, në shta së mbesa, në apëtën. E jo Genci, jo, shumë najsë, është i liri, kështë që i pathirë Genci. Po i kërë qitë punë, të vetë me Genci. Edhe ato me ku, kur i ke thonë 4-4 ka thirë, se zakonisht Genci thirë në 8, në 12. Kështë që du të mi e thonë falenderit Gencit për këto. E vërtet. Po besoj që s'ke gabu, Arjanit, s'ke gabu, sikur unë që s'kom gabu që e marrë në këtë serial, se dramat me thonë të drejten, e di që ka nevoj populli, ka nevoj dhe unë vetë ka njerë me pa seriale ose filmat të tillë, po hezitoj, se është ma vështirë me punu, vynë koncentrim, vynë tjetër raport, është pak ma, unë s'kom qef, unë jem tip pak ma i dhest, edhe kjo për mu u konë, si me thonë, një ineksion një mirë, njerëzit po më vjen mirë që në rrugë, do me thonë që ka marrë një epitet gjithë, ku ka shqiptarë gjithë ka, e ka marrë shtëpia madhe njerëzit në rrugë, bile një dit isha me bicikletë të shku, me mjekë kështu plus me syza, një unë jem qyri, kështu kërë këthy, ej, Petar, tha që api bon ti, tha po bravo, tha se mirë pelun, aty e ja quva dorën, dhe është falinderit zemër, su në naqa me bicikl, pesha po mjekin se e marin nga zemrës, shumë njerëz e përjetojnë që është situata, ose e kanë përjetu të paktën, edhe një shuplak me ongër nuk është kërgjë. Mirë është. Andaj është, për ata thash, jam në vetja aty. Unë, ai rast më ka prek shumë, sepse mu ka lidhë me nipin ten, nipin biologjik, kur e kam lanë Zvicër, dhe s'ka mujtë me pushu se qari dikun njëvër. Edhe mu ka lidhë me atë nipin kur e përcjeli Male Lodrën edhe më shpërthej në vaj, ka qenë realitet. I madhë nuk është problema, ata të voglit jo të rëzikshëm. Sa i madhë e vesh merë i gjymë, a di qitë mës, a i voglit myting. Më thonë fakt, unë e këm po të gjerime në Gjermani, para është 20 vjetë, ose 25 vjetë. E nuk, këtu është hera parë. Unë e këm prit me gjithë knatësi, me morë këtë rol, falëmirë se ma ka nëfru ma spore këtë rol, më konë edhe pjesë e këti serialit. Se këtë serial nga qkeje mërgjimtar, tonëve nga ka prek thellë, se si cili kemi kalu që të rrugë. S'pa thëmë se cili gjithej pari, se gjithej dyte që kemi kalu që të rrugë edhe e kom pranu me gjithë shqip. Kështu që jam i knoqën me punën që e bojnë, si Arjaniti, si stafi, jam i knoqën me punën e juve. Kër ke po vetën mas pari në televizor, të pëlqej vetja, janë si pak me shkuneva vetja, se zakonisht unë e për herë parë, mu ka dosh këtë gjatë epizoda dhe jem su me po vetën në televizor. Më të thonë drejt e kom prit ma vështirë, po më ka duke ka pëlqy vetja. Thëmë seriozisht, kër e kom po, se për herë të parë më ka pëlqy. Kër ke orë ditën e parë, fatkeqësisht, na jena pas kom pak si lukë që ditë, e di që na nejse pa të më folë edhe për rëllë për krejtë, para prakisht ma edhe, mi për kërë e orë që atë ditë në gjirime, diçka u bloku me një farë skene. Qa ke aje, se ti ke orë që me thonë si fresh prej jashtit, se na jena mësu mrena, unë e mo mënjë edhe mës me vrejt, mo defekte, për shkak që jam për ditë me ata njerëz.
E ke pas diçka më ke thonë që pak je ftof kur. Jo, më ku erdha sporit, thëmë rejt e po pak si halakom. Pak dhe një vend me do kamija në për tokë të qadra do. Tash, që ka më lipa në këtu, më thonë drejt. Po organizimi ju të puna ju të qa që e mirë, që rezultatin në fund kalzohet gjithmonë rezultati. Edhe, kur këm fillu vizotën e parë që këm lujt me ditë në spital, më do krejt diçka tjetër. Jo, si kur ne bashkë ditë e parë, edhe atë ju shkoj gjithë shka mirë, edhe besoj që i një dodhin të knoqën me... Qa është puna Bereka, kalzëna? Puna Bereka? Kalzëna rastën e Bereka. Punë interesant, që ditë Bereka. Menoj që arsyeja pse tërbimi i ka ardhur në pa Ardionit është sepse në fillim vrasja e Shqipës edhe plagosja e Jetonit, kretedina që Ardioni më mënu më shef pak punë, e mas rastit Jetonit ik në mal, po arsyeja pse ky bëhet kogja një farë psiopat edhe vendosje adin qka ta shumë ku mi ardhi juve për mas, është pikërisht pse Flamuri vinë me trimin në mal, që është shumë ofenduese për Ardionin. Kjo kallëzën që është, sikur karakter është shumë impulsiv. Dhe me thonë e merë ofendim ato që ju një orë në mal më mbro. Edhe kjo e qetë një dimenzion tjetër ku Ardioni veç vendos mi ja u marë bizniset, mi u prish punë. Menoj që është konë të zhvillu shumë mirë, edhe menoj që nëse kish vazhdu mi ja u marë bizneset e punën, ko që angosht ja u kish pru. Nashta me vros kish arrit, Flamurin, po dhe të trimi ish më rri. Ku me trim? Trim! Unë e fatkeqësisht nuk u mujt shumë me menu për rol, nashta prej punëve të mija në serial deri stash, mas pak jam i knaqur me që shkum lujt. Nashta për faktin që jam konë shumë i angazhun, edhe menaj që nashta o dasht pak ma shumë emocion me dhonë kër jam taku mas për herë me Petarin, po qështë shumë i ngarkum, nuk më lujt mirë që atë. Jam i vedeshëm që s'jam i knaqën me atë skin. Ku më harru që du të me menu si Liani, po menesh asë Arjanit. A unë të shku gjithë shka në regull, a është kodri mirë, a është kejë mirë, ajo mirë. Kështu që nuk ku mujt me menu si Liani. E ditë shkoha në Prishtinë, kur shkoha në Prishtinë, kisha më gjiru dikur vuë në spital. Thash këtat nga ratjen metë, pa hongër të në ditën, thash hajt ja u blej dhe o bëreka, këta këshim pas plan që më hongër diçka tjetër së në vijqë, se për ditë bëreka kërja dhe në mi thes bëreka. Pjanisin da më kesh omër, sa dashtë më hongër diçka tjetër. Tha mas nestrit, kishim aftet më gjiru në spital diçka. Jo, me thonë drejt, e kom ditë 2-3 natë për para, po në kom mendu që edhe ajo është hajgare, 2 natë për para, më do. Na e kemi qëtë problem, shoqënia jonë që edhe kur bëjmë hajgare, ka njerë nuk e di ma e kemi seriozisht për një me. Se ka qenë me regjisorën në një rast tjetër, bile, tha, ko më vra dikush, më tha, e veta kush, tha, trimi. Tha, a vetë, tha, hajgare për bëj. Edhe për Farisën e kom marë si hajgare. Po, si drame ka fuqizu këgja shumë, se njerëz me nëzi që kanë prit më vra, po vjen keq që u largu me nëj herë si aktor. Tash që ditë tash du më hongë me Idlirë në spital, tash që ditë tash unë s'du më hongë bëreka. Që ditë du më hongë ta bëreka, si jëm hijën në pakën të spitalit, kër ka qirë këj pekën në rafsh bëreka. Edhe qili aty rafsh bëreka, tha gjitha, dhe më... E kësha planë më shku më hongër dikon në restoran me amën, më hongër darë. Të tha Ilirë, merë më tha të gënjës të gënë zetë. Valës mujta më rezistu, më tonë drejtë është pesë, pro me pa hongër eqë. Tonë, nishin qkip, në tonë këtë tonë, rafsh të hongër bëreka, janë gjesë bëreka të zetë, ka knoqë. Hongërëm, janë se më gjiru, prova. Këti pishkoj njërës, ati njërës. Tha jem smut, tash unë isha vesh në uniformë mjekot, tash hë mjekon këtë personal, në spital jemi, tash e po bu një karat, në të bu hajgare, të menu që vojnë të hajgare me mu. Sti gjohë, vish pesho sa hisë të kënë smut, ha? Ky vish për dridhet, për thë që vish unë nësë smua që o ka bojt diçka me mu, dhe ta hasë që mu diçka mira, atash për m'kop. Pa bon, ha gjitha, tha që shijat ka mënu më bëriko, tash Allah më ka knoqë. Tha dhe mu dhe pës për këtë më full.
Seriali është i bazuar në ngjarje të vërtetë jo ç'më thon, në fenomene, nashta kisha më thonë. Për shembull, na ja kemi filluar me një ngjarje të vërtetë që ka ndodhur në 2014-2015 në ikje e madhe shqiptare drejt Evropës, që kjo është një që na bazu. Mas ne është te vrasja e qikës që ka ndodhur prej të fejumit sajna, fajdet, domethënë kryesisht jena bazu me në fenomene që janë në Kosovë. Mas ne është pjesa e luftës, që në farë forme përfaqëson jone dhe përfaqëson Baci. Kena marrë domethënë shumë asi puzzle, po nuk është e bazuar që një familje si ka ndodhur komplet kështu, po kemi marrë gjithka ka pak. Edhe kemi bërë një këtë familje ngashi. Për shumica e kanë gjetë edhe vetën, që shumë thanë mu, që ju kanë ndodhur rase të tilla të njëjta, identike. Nëse bën isha lidhë edhe në pak, unë e kam najt me një njëri i cili ka përjetu këtë në Golgotë. Edhe që shumë ka spjeguaj, i kam thonë edhe Arjanitit, as 10% nuk e ke përshkru që a kishë ndodhë atje të merë. E vërtet. Andaj, faktikisht ky serial po e gjenë vetën në për familje shqiptare. Sepse s'ka familje në një mënyrë apo në një mënyrë tjetër që nuk e ka përjetu dhunën e serbit. Gëzimi pa të bardh, spital ma bone, tha doktor, tha më falta, s'po të njoh, tha ty, tha e ri, tha ti këtu a qka? Tha shqysh më i ri, tha që një javë ditë jemi të hungur boreka bashkë, edhe s'po më njëndi. Për seriozitet e kësha lonë të Baci Shaq, kurse për përgjësi, unë ja kësha lonë aktorëve të ri me dhonë ma shumë edhe me kontribu ma shumë neve, veç si figura me në lonë paka shumë. Mu po. Sa ma pak tekst. Sa ma pak tekst, një lutëm, sa ma pak tekst. Aktorët e ri kanë qenë briljant në këtë serial. Të gjithë, duke fillu prej aty vetëmive të vegjel, që kanë qenë me një seriozitet pa pomë, sidomos në skena, sa një kryesor që dhe mëse këshyrë kamerën, ajo plot aktor profesionist që e këshyrin, kurse të tjerë fëmit nuk e kanë këshyrë. Unë mendoj që kasta është e qëllume, që është sandi kryesor në një projekt. Nëse ki right cast që i thojnë aktor të qëllume, kastën e qëllume, kur mësë tut se nuk dështon ai projekt. Në atë minut që ki konflikten mes kolegëve atëre, sa du që me qenë profesionist, me qenë me bagazh, pa pamë ose ku ta dion, është të lashe me fillu. Këtu është me rëndësi nuhatja e kastës të aktorëve të qëllum, për atë arsye dhe ka sukses, edhe ka me pas sukses. Është e pa mundun, nuk ka shans me dështu. Po ju edhe nuk jeni të ri, jeni të manë një kast e mesme. Andaj, jeni të mrekullush. Po gjithkun ka vend për ma mirë. Kena kalu mirë edhe në Gjermani, ku na kemi këprit, edhe ne kanë dollë të skena shumë të mira. Se kështë të këshyrë mësë janë të shku skenat e Gjermanisë. Po, e kanë diçka edhe veçanë me shku në Gjermani me gjiru një pjesë të serialit, edhe faleminderit edhe për një këpritje atje. Pa dyshim që kësha pas shef edhe me u zhvillu edhe ma shumë si karakter me pas mundësin. Mirë po, ka njerë dhe për shkak të angazhimeve, kemi shumë të vështirë me vazhdu, po dëshira është normal, se tash e kom fillu edhe aty një rrugtim edhe kësha pas dëshirë me publiku me kuptu ma shumë kush është Laki. Me gjithë se edhe mas aty në 3 epizodave që kom lujtë është përmen Laki shumë që ka lidhje me verije me kështu, po nështë i shkon mirë me pas edhe 2 epizoda me kuptu ma gjënsesht për Laki. Kom dilema shumë, Farisi e tha që nuk është inshallah se shë kërkon të vepru që ashtu, apo? është skene mundimshme dhe kom dilema, hala nuk e di a u kon mirë, a u kon keq. Unë besoj që kena bo punë shumë të mirë të i posë parasysh kushtet që na i kena në Kosovë. Po, pa tjetër. Të i posë parasysh terenin që kena posë aty krejt gur, mal. Jo, mendova skena e vrasës me guri. Alan
kom dilema në kryo, shumë e dhënshme. Është e dhënshme, po kënë dikon të flamuri ko gja keq, ko gja... Ose kalon që mendurini, pra një. Unë e kam lujt një drama, ka qenë drama hakmarrjes, ku thotë, ka shkrujt Jusuf Kelmendi, një vend thotë, gjdo bim po del me e ligë se tjetra. Shqif. Andaj, me bon krahasimin, do me thonë se generatat e reja faktikisht nuk janë edhe ashtë. Nuk janë hashbim të forta. Që na paja mojtë dikujnë atë pomën, nuk i dihet. Mundet mu këthy. Jo, me shkërt, me Albanin, pehet të sis mos në haro me lujt. Edhe këtë sumra me lujt me ty, me konë skenë, partner, po qefi më ka bo shumë që e konë pjesë e serialit. Laki nuk u konë një karakter i vogël. U konë i vogël nështë për sezon 2, mirë po nuk i dihet. Po, vërtet. Nuk i dihet, mujna e po gjithë shja. Kënaqësia u konë jam janë fakt, edhe kisha falendëru ty edhe krejt ekipën që më kam prit jashtëzakonisht mirë, se ka njëherë kur të hinë me një ambient që gjithë janë të familiarizu me njëri tjetrin, ti je i ri edhe nëse ata së të presin mirë, ti normalisht që s'ki muni mirë. Mirë po kur kejta hopin rrugën, bojnë pjesë qasoj familjes, ajo është kënaqësi e jashtëzakonshme, kështu që falenderit krejtëve. Une nuk lidhna për punës, rolin është si kur projekt radhës, do me thonë, përgjithësia em është me shku në gjirim ose mi u qasë rolin njërën ma profesionale që muj, me ba punën tem, edhe kur dhe që vjen fundi, në këtë rast edhe vdekjen me ba mas mirë dhe që unë di me ba. Kum pas personazhe që i kum dasht shumë, kum pas personazhe që i kum dasht pak ma pak, po kjo së ndryshon kur gjë për mu. E respektoj punën, skenarin, është shumë e vdek, e kuptoj që ashtu duhet. Që ka më mungu nështë, ma shumë ka më mungu ekipa se sa Ardiani si kur personazh. Ma shumë kanë më mungu kafet, grupi, lafet, ajo ndjenja e gjirimeve, se sa Ardiani si kur Ardian para kamerës. Mu ka me mungu shumë, so kanë eksperienca e parë në serial, edhe ka me të pikë që se qova punën të më dhe në fund. A donë me improvizu qëtu diqka i? A ka mundësine. Që improvizën, që shtën, që munohet me ndreq, njoni prej aty në është Farisi. Këtë serial je bo edhe një gjysë regjisori. Edhe, që shke pjitjo tjetër? Kush ka kesh mas shumë të në set? Cila ka qenë skena? A skena me ndova që cili aktor kesh mas shumë? Nuk kujtohet cila se kena pas disa janë konë. Cili mas shumë të kesh Leoniti. Për mës me kesh, ljabi s'kesh. Klamurit. Leoniti kesh mas shumë të edhe normal. Ati na i falet se edhe e bën një farloj atmosfere në ekip, me improvizu Farisi. Si pas meje, cilë është roli ma i vështirë në serial, unë e menaj që i shtirë bëhet roli i Flamurit për shkak që ka pas skena të ndryshme, ku ka pas me dhënë emocionet me dhaja. Sa i përket lojes, dhe një karakter tjetër që kësha mujtë me thonë, për një me është i Ardianit, nështë ta për shkak që jena edhe tipat ndryshëm. Unë nuk jam tip që i bëj karaktere shumë tjashme, krahasim me Farisin. Edhe mu ka pëlqy, unë i pëlqej rolet e jashtme, po unë kur ti luj, nuk muj mi lujt rolet e jashtme, ma shumë kam qemi pas mrenshme. Kështu që normalisht me nëj, që ma fështir, e ka pas Flamuri, Labi edhe Ardiani. Kër e kom kuptu që s'jam tralltare, kom thënë, hej, pas na mujtë ma mirë me bo aden, ama u konë shumë interesant. Për maj letë, jetoni në sezon 3, 2.
Qëre, shumë Ma letë se unë e ka posë bilet. Shumë unë kanë vetë për jetonin, a paguhet njëjtë. Po mire kam posë o dorës pak, po hajtë. Po ajo unë ka thonë, qëre, unë ka thonë, një epizod po një, zë dio.